Patjetër, definitivisht për dikën do të jetë shumë i fladitshëm e për dikën do të jetë shumë i nxehtë. Unë e thash edhe më herët, unë e kam thënë qysh në momentin kur lëvizja vetëvendosi ka fitu 51%, partitë opozitare duhet të jenë shumë të kujdesshme me çështjen e presidentit, sepse jo vetëm as nuk e kam parashikuar këtë pjesën e kushtetutës, mirë po ne kam parashikuar situatën që lëvizja vetëvendosje me shumicë votash në KQZ mund të një farë forme të shtynte zgjedhjet për në verë, mirë po e thashë më parë, strategjia politike e Zotit Kurti ndonjëherë është dhe të hapa para të gjithë të tjerëve. Edhe duke njohur nga afër edhe personalisht për të kaluar time aktive, besoj që Zoti Kurti nuk bën kalkulime të cilat ndoshta edhe mund të ishin autogol për të. Po du më ndërlidh me dorëheqjen e presidentes të cilën është duke përmend tash sa kohë Zoti Frashër, mos të harrojmë që me dorëheqjen e presidentes vendi shkon automatikisht në zgjedhje. Dhe